Të akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm. I cili dënim? Sa do pak na ka lehtësuar dhimbjen edhe neve edhe familjes, po besoj që ishte vendim të cilin e kemi pritur gjithë. Edhe familjes ju ka lehtësu me bashkëndjerjen e dhimbjes. Gjykata themelore e Prishtinës sot ka nxjerrur aktgjykim dënues ndaj Naim Murselit, Granit Plovës dhe Kushtrim Kokallës për vrasjen e Liridona Ademajt. Kryetarja e trupit gjykues Fatime Dormaku njoftoi se Naim Murseli dhe Granit Plova u dënuan me burgim të përjetshëm, ndërsa Kushtrim Kokalla u dënua me 30 vite burg. Në emër të popullit, merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. I akuzuari Naim Murseli është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje e rëndë. I akuzuari Granit Plova është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje e rëndë. I akuzuari Granit Plova është fajtor për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të anëve. I akuzuari Kushtrim Kokalla është fajtor për veprën penale, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje e rëndë të akuzuarit i gjykon. Të akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit Kushtrim Kokalla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjatje prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Ajo se çfarë u vërtetua sot është ajo që kemi thënë që nga fillimi, se Naimi së bashku me kushtrimin, duke zgjedhur Granitin si vrasës, e kanë organizuar këtë krim. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon dhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë. Sa do pak na ka lehtësuar dhimbjen edhe neve edhe familjes, po besoj që ishte vendim të cilin e kemi pritur gjithë populli shqiptar, jo vetëm ne familja. Sot u nxorr një vendim konform prova materiale që administruan shqyrtim gjyqësor. U shqiptuan 2 dënime me burgim të përjetshëm dhe një kuazi dënim me burgim të përjetshëm, edhe pse si i tillë nuk parashihet me kod, pasi që ishte vetëm në kozgjatje prej 30 vitesh, por që duke pas drejtën që ta apelojmë edhe në gjykatën e apelit konform lartësisë dënimit, konsiderojmë që do të bëjmë edhe ankesë. Sido që t'jetë, ka qenë një proces i ngarkuar, kuptojmë edhe gjykatën për këtë vendim, duhet jemi të matur dhe të respektojmë vendimet e gjykatës, t'i pranojmë si të tilla dhe të ushtrojmë mjetet juridike që kemi në dispozicion. Ju falenderojmë gjithë mediave, popullit gjithë shqip folës anë mban dhe përtej vendeve shqip folëse, pasi që mbështetja nuk ka mungu deri tash asnjëherë. Ky proces, siç thash, ka qenë shumë i ngarkuar, por që edhe familjes ju ka lehtësu me bashkëndjerjen e dhimbjes dhe me prezencën tuaj këtu.